ëmbëlsira për sot është e thjeshtë me puding edhe me banane. Fillojmë. Për ta përgatitur recetën na nevojiten 5 vezë të plota. Shtojmë 10 lugë të gjellës me sheqer ose një gotë e mushni plot, një pako me sheqer vanilje, për të dhënë edhe shije pak më shumë ëmbëlsirës. Të gjithë përbërësit vazhdojmë i rrahim mirë me miksar, derisa të shkumojnë mirë, të formohet një shkum e bardhë. Për 3-4 minuta besoj që janë të mjaftueshme edhe për 3-4 minuta, pra do të arrijmë atë trashësinë e duhur të vezëve. Shikoni pra duke i përzi se si po e ndryshojnë ngjyrën, nga të verdha po bëhen kështu, po shkumojnë, po bëhen të bardha, edhe një mas pak më e trash. Tash janë gati vezët, vazhdojmë shtojmë edhe përbërësit e tjerë. Vaj, një gotë të çajit. Shtojmë qumshtin, më pak se një gotë ose 150 ml qumsht. Vazhdojmë nga pak e përzim me lugë. Shtojmë edhe pluhurin për pjekje, një pako me pluhur për pjekje ose peciv. Miellin vazhdojmë shtojmë me gota, 2 gota miell, krejt përbërësit i përzim me lugë, edhe derisa të formohet një masë homogjene, pra të përzihet mirë mielli, mos na mbetet pra me topa. Pasi që ta kemi përzier mirë, marrim tepsien ku kena me pjek edhe ëmbëlsirën. Unë e kam lyer me pak margarinë tepsien, edhe tash e shtojmë brumin e përgatitur, edhe furrën e shporetit e kam lanë që të nxehet në temperaturë 150 gradë, së paku 10-15 minuta para se me shti me pjek ëmbëlsirën, edhe tash në furrë në 150 gradë për 25 minuta deri në 30 minuta. Pasi që është pjekur, unë marr pak marmeladë të përzier ose çfarë do lloj marmelade, nuk prish punë, por në qoftë se nuk e keni marmeladën, mundeni mos me shtu hiç, sepse kena me përgatit edhe puding. Pra, nëse e doni më të thjesht, lirisht pra mos e lyeni me marmeladë, se ndonjëherë e kemi në shtëpi e ndonjëherë nuk e kemi në shtëpi. Pra, sipas mundësive përgatisim ëmbëlsirën. Gjithashtu për një shije pak më të mirë, unë i shtoj edhe banane. 2 banane do ju mjaftojnë për këtë tepsi. Bananët i ndajmë kështu në pjesë të vogla, të holla, siç po e shikoni këtu në video. Dhe mandej krejt në fund do të përgatisim edhe pudingun për t'ia shtuar në fund ëmbëlsirës, dhe pudingu është ajo që jep edhe shije më shumë. Pra pasi të përfundojmë, vazhdojmë përgatisim edhe pudingun. Për ta përgatitur pudingun na nevojiten 1 litër e gjysë me qumsht. Sheqer, 1 gotë, plus shtojmë edhe pak sheqer. Ose 12 lugë të gjellës me sheqer. Shtojmë 3 pako me puding vanilje ose shije të vaniljes. Edhe tash i shtojmë këtu në tenxhere, pastaj vazhdojmë i përzim, edhe duke i përzier, kështu fillojnë këto që të shkrihen, të bashkohen së bashku me qumshtin, e kur të tërhetet mirë pudingu, atëherë do ta vendosim edhe në zjarr që të zihet. Duke e zier, duke e përzier, pra kështu përgatisim edhe pudingun për sot. Kështu vazhdojmë derisa të trashet. Kur fillon me u trash, e përzim pak më shpejt, edhe me njëherë do ta hedhim mbi ëmbëlsirë. Tash po e vreni që veç ka fillu me u trash, edhe tash direkt edhe tek ëmbëlsira. Pastaj ëmbëlsirën do ta la që të ftohet mirë në temperaturë dhome, pastaj do e leni në frigorifer e mandej mundeni me e provu. Është një nga ëmbëlsirat që bëhet tepër e mirë e shishme, provone, bëhet e lehtë, por ka shije shumë. Për veti ose për musafir, si të doni, do ta përgatisni. Kur të ftohet, mundeni pra me provu edhe me shiju. Tash pasi që e kam lanë që të ftohet, edhe tash po e provoj edhe për shije. Shikoni sa e mirë është bërë,
Besoni që edhe shije ka shumë, nëse e përgadisni, kështu si e kam përgadit edhe unë. Një nga recetat të lehta, të shpejta, të shishme, edhe besoj që do të pëlqejhet nga të gjithë. Shpërndani videon me miqtë tuaj. Mos harroni na leni një koment ose një like. Mirëmbëjtje deri në recetën tjetër të radhës. Për më shumë receta, bëni subscribe kanalin tonë në YouTube. Mirëmbëjtje.